punojnë më këtu. Si mundet që gjithë kjo rrymë, zoti Rojt, tani në fund fare do shkojmë te kutitë e votimit? Sepse nëse Rama thotë do shpall zgjedhjet parakohshme, jam i sigurt që prap këtu do jemi në këtë situatë. Pra si mund të përkthehet kjo në mandate, në parlament, në forcë politike vendimake? Shikoni, pikë së pari, kjo revolt popullore është përhapur jo vetëm në Shqipëri, po është përhapur tek shqiptarët në diasporë. Kjo nuk është protesta e Tiranës. Kjo është protesta e Shkodrës, e Vlorës, përfshi edhe Zvërnecin, po përfshi edhe Riollën, prandaj thash Shkodra, Vlora, po është edhe e Korçës, e Elbasanit, është edhe e Prishtinës, është edhe e Shkupit, është edhe e Gjilanit, është edhe e New Yorkut, është edhe e Stuttgartit, është edhe shqiptarëve në Malzi. Pra është një protest popullore. Pra ky është një dallim thelbësor dhe mbarkombëtare. Së dyti, ku duhet drejtuar lëvizja, ka një platformë e cila është krijuar, e cila ka filluar të përhapet dhe e cila shumë shpejt do të vihet në zbatim, që quhet platforma mbarkombëtare për Shqipërinë e lirë, e cila i përvijon hapat që duhet të merren dhe kanë filluar përqafjet për ta vënë në zbatim këtë platformë. Është një platformë që parashikon jo thjesht të dorëhiqet Edi Rama, por të dorëhiqet Edi Rama dhe qeveria e tij, të zëvendësohet nga një qeveri teknike e cila të zgjidhet me njerëz të pastër që nuk janë përzier me politikën, edhe nga diaspora, të krijohen disa mekanizma kontrollues mbi atë që është mënyra se si funksionon shteti, për sa i përket çështjes së Zanit dhe Zvërnecit, e cila është një çështje jo thjesht e pelikanëve apo e flamingove, është një çështje strategjike. Sazani është një ishull strategjik, nuk ka vetëm shkurre, por ka dhe tunele, ka dhe gjëra të tjera, të cilat nuk janë pronë e asnjë qeveri, janë pronë e popullit shqiptar, dhe si pronë e popullit shqiptar, do nuk mund të jepen as në shitje, as në përdorim pa vullnetin e popullit shqiptar. Pra, kjo platformë që unë them parashikon një seri hapash për rimarrje në dorë të këtyre të Zvërnecit dhe të Sazanit pikëpari, sepse ajo ishte fillimi i protestës nga populli nëpërmjet hapave ligjor dhe administrativ, pastaj zëvendësimin e kësaj qeverie me një qeveri teknike, e cila të krijoi kushtet për zgjedhje dhe zëvendësimin e të gjithë sistemit me një sistem të ri, me një sistem të kontrollueshëm, me një sistem ku pushteti i përgjigjet popullit dhe jo populli i shërben pushtetit. Pra, përqafjet kanë filluar, platforma është shpërndar edhe në disa njerëz brenda protestave dhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë, jo vetëm nga protestuesit në Tiranë, por është pritur edhe nga diaspora dhe unë besoj që së shpejti do të kemi zhvillimin aty. Grid, ju bën përshtypje fakti që protesta nuk ka kokë, apo është më mirë kështu? Nuk ka një drejtues. Shikoni, nuk është çështja, shpesh herë banalizohet kjo çështja e drejtuesit. Asnjë protest nuk funksionon dot pa drejtim. Si të jemi të qartë. Pra, nuk mos ketë një person që të jetë drejtues ashtu siç e mendojmë ne, në të tipit Berisha, Rama, Meta, Basha, Nano, etj., por është, ose Veliaj, është një protest e cila ka një drejtim, ka një grup drejtues, dhe sigurisht që në çdo organizim, në çdo organizat, ka një grup drejtues. Problemi është si drejtojnë këta njerëz dhe si janë zgjedhur këta njerëz, nëse janë njerëz cilët meritojnë, ka meritokraci brenda saj, apo janë thirrur sepse janë kushëriri i filanit, apo shoku i filanit, apo shoqja e filanit. Pra, grupi drejtues është i paevitueshëm, asgjë nuk funksionon pa një drejtues. Por varet se si është zgjedhur drejtuesi, si janë zgjedhur drejtuesit dhe sa i përgjigjen ata njerëzve të cilët i kanë zgjedhur aty. Pra, ky është thelbi i çështjes së drejtimit.
unë nuk do doja që të devijohej tek fakti, jo, po s'ka drejtues, se po pati drejtues do iki. Jo, më jo, nuk është ashtu. Ka drejtues, ka një grupim, por ajo që duhet bërë, ajo që duhet shohin njerëzit në protest është që ku po e çon grupi drejtues protestën dhe nëse po e çon në hullin e duhur. Nëse protesta është në hullin e duhur, drejtuesit kanë legjitimitet tek njerëzit. Nëse jo, atëherë ata humbin legjitimitetin te njerëzit. Reagimet e kryeministrit, ndikimet